Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Dorontina. Mirë se po takohemi përsëri bashkë me juve. Uroj dhe shpresoj që jeni mirë dhe po kaloni qastet e mira me neve. E sot për vizit e kom zgjedh fshatin Konju, komuna Lipjonit. Një fshat i bukur po duket ashtu në shikim të parë, i rregullum, por kjo mbetet me u po gjatë rrugtimit tim. Tashme, po e dini se si e beju në rrugtimin e për fshatra të ndryshme të Kosovës, po du me undalë tek kjo pjesa në fillim, aktualisht ku unë edhe gjindemi në të dy anë të mia e kam shkollën e Krahun e Djathtë dhe në anën tjetër e kam fushën e sportit. Një gjë e mirë kjo kur për nxënësit është e lehtësuar të mbahet edukata fizike, po dihet. Por t'ju them diçka me qtemi, mezi që gjeta shkollën, por që u bazova në bazë të fushës sportit, për shkak se nuk ishte as edhe një shenjë, por çka dhe më pengoj se nuk po du me fillu ashtu me kritika asaj përket fshatit. Përshëndetje! Pse bre po ma ndërpreni? Nuk po du me fillu ashtu me kritika asaj përket fshatit, mirë po unë e flas atë çka e shoh, nuk e pash as edhe një shenjë komunikacioni saj përket shkollës, do thot, ajo sheja pe dini me ata dy nxënësat që janë kështu që tregon që është objekti shkollor. Tjetra, nuk është as edhe një shenjë tjetër saj përket orës, do thot deri në çfarë shpejtësie automjetet munden me lëviz. Edhe pse bukur shumë ka lëvizje të automjeteve, veç fillim jemi në këto dhe po shoh një lëvizje të jetë e madhe, ndoshta që edhe ky fshati Konju Lipjan është në qendër, është tuja se afër shumë Prishtinës, por që pse nuk i kanë të vendosme, normalisht çdo është me kanë këto rregullat e komunikacionit, jo vetëm këtë fshat, por në secilin fshat, për shkak se me qenë edhe siguria e nxënësave, një banor më herët i cili nuk deshi të prononcoj para kamerës më tregoi që ditën e xhumon nuk ia s'ka me lëviz prej numrit të njerëzve, ne kam edhe xhamin prapa meje. Sa e bukur bëhet qefi në çdo fshat kur shkoj unë e kam xhamin edhe ashtu e filloj ditën bare mirë me gjithçka super. Kjo është pjesa e parë sa i përket fshatit Konju. Hajdini me neve të eksplorojmë edhe të shohim për më shumë, edhe uroj dhe shpresoj që komë gjetë sa më shumë banor, cilët edhe kanë me mjep informacione lidhur me këtë fshat. Unë krejt çka mund me komentu është ajo çka po e shoh, them drejtën po fryn era shumë, edhe pak nuk është që nuk i kam problem me xhiru këso kushte, veç edhe shisa se ka fillu mirë po në po nxitoj, edhe du me i prek ato pikat kryesore me qitën pa fshatin, të mirat e fshatit që i posedon fshati Konju. Vazhdoni të qëndroni me neve. Këtu pranë e kam një banor i cili quhet Aziz, më vjen mirë që u takuam edhe Aziz Krivoça, po don me ja thonë edhe mbi emrin, çe? Ata thash. I ndërum çushi. Familja mirë? Këtë kalaj, po gjimish në është halati. Shqyqër, zotit, shqyqër. Mirë dhe na. Si janë shumë, shumë për qyri, bre. Po këqyrët me të modhe, a? Këtë Kosovën e ka përfshi. Tash kështu këqy një farë misioni, kër e konë që të Lipjanin e veni, shë konë, këmë qyrë, po. Edhe që shtë dëk? Mirë, përgatit,
Jeni të përgadit. Miri të përgadit. Me pyet mua çka dush, pyet, çka ta thon, çaj të thonë edhe ne. Ja ti kemi në gjitharnojnë. Ani ndërum qa po na tregon për fshatin Konjë. Çka e veçan, me çka mirën banorët? Ma shumë të merren me bujqësi. Sa mirë. Mira me çka ka sen bashkëllak që bashkë merren katuni. Edhe janë taft, edhe janë zot, edhe fukara s'ka. Por një fukara tranu është me lyp 3 ditë ndesh lype. Dalëm të lypëm në një. 150 shtëpi duket është, veç edhe këtu kanë dalë jashtë fort. Ka 10%, 20% po. Ke pjesa që ka dalë jashtë vendit, ndoshta kanë pritu me u marrë me punë të bujqësisë apo qysh? Jo s'kan pritu, po do pe punë, do këshin qenë me dalë, do po kanë qenë me dalë, do s'po rrinë rahat. S'po rrihet. Për shkurti, Konjë është fshat i mirë. E ka kesu, hiq qyre me ana ketë ku dush, qyrë në Konjë, lyp çka dush kemi zjetë. A gjazez kështu po ju drejtohem, në qaj respekti. Po më intereson, sa jeni mikë pritë, sa a martohni këtu me zveti, a jeni një fes apo se? Jo, si jemi një fes, po këtu jemi tram ketë, tu i kemi zjetë, ndesh me di sërp ketë i kemi zjetë në të. Ta shako? S'ka. Këti kemi bitisa? Bitis, pa kishin konja 2-13 shpijin, 7 shpijin atë ndikur veç, i kanë ketë, na imi të ardhen për janës, Më falë prej? Kamenicës të Kosovës. Vjem të i po dhe do bletë, kosh po merret me to? Letë të tina në që ati të zajftë, një zajfë që foli me ta, foli me ta. Po, më përshëndet të ndët, më përgzum për emisionin edhe nuk i pengova ma shumë. A soli ma trashina? Besoj që ko me folë, që kanë të bo muratorër jënë ata dy, a qka? Të ndërtu një murit vogël, me homër diçka, me përgjit diçka. Mishin, pullen, pullen hille. E kur bon pullat, kur është e gachme, ajo e... Ajo s'është e gachme njeri që. Edhe so, po e shumë mirë, po edhe so, ku? Po edhe një muaj ditë. Edhe një ani nga presëm. Pritë ty, ka të kure bogati, thuaj se edhe një muaj, o? Përshëndetje. Indrum të faleminderit shumë, Zotit do shëndet. E mbjet. Për juve shala, Zoti gëzon e juve, edhe djalin shala e gëzon. Një mirë për juve. Emisionet juve së mështojnë, veç me konë fjetën e senë. Mirë po, mas gjumit... E bësha me qësh me thirë pasha Zotin, që qësh pjetë rasin. Unë kanë ftu, mirë po, mu më shkrujnë mesazhe, më shkrujnë private, në redaksi, mirë po, kur vijune nuk ju të regoj. Ja, kur të kumë po, thash, ku të kumë po më hupe një herë kejtë, që do... Kejtë do ka ndryshe. Allah, hilen ato do ka ma e vogël. Allah, e lasë me vogël dhe që më përgjithsim hupe qerja dhe që ishë hupe. Ati që kam tha Agje Azez, tha, këtë emisionet e tua i shkruj. Hapë këtë emision s'kon që se kam. Bujan kër e konë, ka kodra, kër e konë, për shperrem dhe katunet, këtë e di kër e konë. E ju lumt. Kër e konë ka Giljani Zhegëre, kër e konë anjena, këtë i kënë qyre. Pasha zote nëne ka një heri harroj hi këqyrë një tube kur du me morë diçka na informacion, ose kur më vetë dikush se i ka dikon për mi 50 fshatra që i kom vizitu. Kur po shkojmë fshatra këtë njëtë po më duke. Po isha mena po të rasin që është me thirë, të isha mas po të rasin, ku pas mena me thirë loj. Që unë i morë pathirë. Do është pathirë, po pathirë musafira. Po menoj pathirë për janës juve se kështu më kanë shkru njerëzit. S'po ju marë koma shumë jam të e po edhe një 3 punëtor. Faleminderit. Atë përshëndetit qëtë, Zotit ta dhosh netën, e krejtë mirat. Faleminderit ndërru. Ej, mos bërtecën, ka mirë jemi. Ka të kthena dhe me ty një të tryllafe, se një pull. Pa një pull ma ki bërgjë. Përshëndetje! A muna me ardhë? Ej, po më që ditë pak po duket një gjallë i ri. Përshëndetje, Indrum, si e? Përshëndetje, Astriti. Na vjen mirë. Indrum, qa ki të bo? Këtu jena, i kena mjell ora. Hajde, edhe shpo shkojnë përse ofremi po i shohëm, edhe flosëm. Po. Kene mjell ora. Po, ora. Normal janë edhe shumë të vogla për momentin, për që ata nuk dihen sakt qka është, po këtu janë orat edhe këtu shifet janë
varieteti Chandler. I kena miell këtu në fshatin Kunju. Edhe kur ta shikoni i kena deri në fund atje. Deri është kjo sipërfaqja? Sipërfaqja është Deri ku? deri te autobani. Mashallah. Atje shihni pak reklamën e autobanit e shkon drejt. Kështu këtu janë për afërsisht gati 3 hektar. 2.7 hektar janë. Atëherë unë po du me u ndalë krejt në të pjesa në fillim si ka lind ideja, me u marrë me këtë proces bujqësor. Po kjo ka lind diçka shumë spontane që thojnë. Jam kanë me babin të fol, kjo toka nuk u kanë hiç e jonja, po këtu e kena pas aborrin edhe tokën tonë. Edhe çka me bë, mu kthya pet kapak pi diasporës, mu kthye për Kosovë. Vresh në të folëm, shprehje. Je konë... Unë jetoj në Zvicër. Unë jetoj në Zvicër, kum lind në Zvicër, për që ta ku me ditë pak me gjuhë nuk e di 100%, po besoj. Faleminderit. Shumë pak po vresh. Do thotë i lindum, i rritum në Zvicër, edhe e ke marrë hapin me ardhë në Kosovë, me investu, me apo hojrin, pse ju edhe dikush tjetër. Pse ju. Qatë arsye kena jo mu këthy për në Kosovë për gjithmonë halos, si din ato planet halos si kena mrije, po besoj në vend të lindjes të babës mu këthy ka dalë me investue, që ka fitojnë atje dhe pak me arritum këtu. Qatë plane kena. Tasha mundesh me na tregu mas gjënimisht se çka punoni, çka bëni përveç orrave, me diçka tjetër, a kultivoni, a mbjellni? Për momentin jo, ja kena fillu me qëto orra, i kena dhe në Grac, këtë Lypjani, i kena dhe 5 hektar, 2.000 trupa, komplet i kena 3.000 trupa orra, varietetit Chandler edhe Franket. Se është ndonjë dallim mes këtyre dy llojeve të Po, orrave? Chandleri është, që i thojnë, femën, e Franketi është moshkull. E cila është më e shishme? Sigurisht femna. Me siguri është më e ëmbël dhe është më e modha, po. Besoj. E kështu, përveç orrave këtu thatë që nuk jeni të mbjell diçka, a mendoni me mbjell me kohën apo një herë për momentin edhe jena tu e prit për ministrisë një lloj ndihme, se këtu i kena bo krejt vetë financiarisht. Krejt i kena paguna vetë, komplet. E në kanë të kushtueshme? Jenë kanë, ku gjatë kushtueshme, do të me morë parasysh 8 hektar tokë me ble, plus 3.000 trupa mi miell, plus e kena këqo e shifni pika e kena ujin, sistemin e ujës, plus normalisht na vin agronomi që i këqyri, kena 3 punëtor ka që janë punësume, që i paguajnë rrogëllisht me rroga, edhe çështë. Po, plani është me rrethëkue komplet, një 2.000 trupa pula, ose 2.000 pula, edhe plus i kena edhe 2-3 plane tjera, jena të e shkru biznes planin, po dojnë edhe me besoj edhe me hi në fabrikët Kepurdha. Shumë mirë. Kur ka lind ideja fillimisht, e ke pas ato dyshimet edhe, po më intereson, a je plotsu, a e ke arrit ato çka ke dosh deri me tash? Për momentin po, edhe ato shumë, e kumprit, se kumprit ka qmirë që shë bërë. Se na ka animue shumë edhe agronom që i kena na mas shpinës, pajtim Krasniqin e kena, na ka animu tepër shumë edhe me mbjellin, edhe me mirëmbajtjen, edhe me na animue këtu me kontrata, edhe këto senet e ligjit që janë, dokumentave edhe kësi sene, na ka animu shumë, edhe shumë thjesht që kena pas. Se kisha pri që kaq thjesht kena mundësi me investu këtu në Kosovë. E pas këtë pas hien e letë. E po. Dhe njëherën është problem me depërtu me disa biznese, e kom fjallin në Kosovë. Po më interesant është me këto, që shme qujtë? Pipa, orra, po që shme qujtë tamën trupi i orrës. A i shisni tani, apo çka bëni me to? Po janë 2 llojen, na kena dhe mundësi, sena të lypë është amo kena dhe mundësi si investitor për jashtit me investu me neve si bashku, për me arrit edhe si përfaqen, për me arrit edhe trupat, për me ba dhe ma shumë. Tjetër lloj është jena të munu me ba markën e ara të vetë, brandin tonë. Mas 5 vjeti ja fillon, atë 4 vjetë fillojnë, ama mas 5 vjeti e kena njerë tani me këqyrë sa ara kena, sa kilograme, kështu tani me ba markën tonë, brandin tonë, për me shit arat kun ju heta të sedina halo sakt që shako emnin, amo qashtu sigurisht ka paka shumë ku me shku drejtimi. Gjithë këto sipërfaqe, këto hektar që i keni të mbjellme, apo ja arrini me imbulu të gjitha? Se do të kujdes goxha i shtum. Po, për veti une, qka një moj une vika një herën mujt këtu edhe një moj pak, po, bra.
Ja, mo I kena kompaninë e pajtimit. Apo I rep ndaj punëtorëve shalla. Ja, unë shumë I butë jam. Jo, unë shumë I butë jam, besoj e kanë punën mirë, e kryjnë edhe punën mirë, për që ata është edhe ma knaqësi për neve me investu edhe ma shumë. Se kur t'hecë biznisi mirë, normalisht këto janë natura, këto do rritën pak ma qbejt, do pak ma ka dalë, do I shofëm, jenë tha, du t'minru. Ka edhe problemat normalisht natyres që I ka, po amo me gjithësi 90-95% janë perfekte, që ato du t'mu kape, jo me sene negative. Po shihet, kur I keni mbjell, a I keni mbjell për një ditë gjitha, a trupat apo qysh? Qëto I kena mjellën, duke për 2-3 ditë I kena mjellë komplet këtu. Këtu jam 900 trupa. 900 trupa? 9 rena. A jep një fokusandit lutem? Shumë mirë. Interesant, fshati Konjë do thotë me arrit me bon biznes në këtë fshat edhe një ide bukuronike. Faleminderit shumë. Nuk e pas na pa në ndonjë fshat ju lumt. Thëm drejtën, vizita në fshatin Konjë është veç fillimi, sa fillova do thotë në këtë fshat, por që hasan disa gjëra pak më ndryshe prej fshatrave të tjerë, si njerëzit ma mos flasëm, gjithë mbretën në mënyrë më të mirën, por që edhe kjo puna të cilën po e bëni është shumë unike. Po për Konjë, çka muj unë me thonë se Çka mundesh me na thonë edhe pse ju jeni lindë rrit në Zvicër? Po, na jena prej orën e kena pit Kamenicës, me shinës jena tram babgjyshi këtu në Konjë. Edhe kur selqojna fshatin edhe Konjuhin se është edhe tepër centrale. Na e kena këtu Ferizajen, e kena 11 km, e kena Prishtinën, aeroportin e kena 5 bashkë në qender, edhe plus është halo fshat. Është një lloj miksi shumë I mirë, për që ta më pëlqen shumë, 2 minuta e kena Ljubljanin, Prishtina moll është qatje. Krejt, absolut krejt afer I kena. Edhe besoj në të ardhmen se ky vend ku me konë shumë I suksesshëm se ti peshe urbanizmi po rritet gjithë po rritet edhe besoj e kena marrë këtu me një mënyrë shumë të mirë tukën. E në qofë se ja arrin fix pikës në cilën te e ke mendu krejt në fillim para se me hop biznesin, a ki me lanë Zvicrën për gjithmonë, mja prish letrat, kështë mi qkyt. Është që thonë plani B. Plani B është kjo për me. Edhe normalisht se keni një edhe për Zvicrë, Zvicra është normal shumë e mirë, është edhe shumë e sigurt. Po, se di, zemra në ngrejk njena ka pak gjdo herë. Po, pse pësmi pas kështë rezim? Po dhe, mirë është. Edhe më këthyje pak si natyre kena pak ma shumë. Se atjena për qytete shumë është obligimi shumë I madhë, gjithë me punu. Ka halo dashni, ka knaqësi, ka lezet, edhe normalisht veni vetë. Ndërum, të falemderit shumë për kohën. Falemderit ju. Unë ju uroj veç suksese në rrugtimin e ju. Ishte shumë kënaqësi. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Super. Suksese. E më falë emrin që e pote? Astrid. Ju përshëndesum. Me të mira. A kjo është pajtimi ja, mëse qëtë. Të përshëndesin dërum. Falemderit shumë. Falemderit juve, miro pafshim. Falemderit shumë. Miqtë e mi e falenderoj përzemërsisht këtë familje të mrekullueshme, ishte ky djali Astriti në moshë të re, por që puna edhe me arrit sa ma shumë nuk e ndalin dot. E kalon Zvicrën për me ardhë, me investu në Kosovë, e ndëgjut edhe intervisten. Fshati ynë. Po. Nuk mundesh me gjetë më të mirë në Kosovë. Na mendojmë që është më I mirë I fshat në Kosovë. Ne mendojmë, sa mirë e the. Nuk the është, po ne mendojmë. Ja, ne mendojmë, nëse çka s'ko. Çka s'ko ndeti që thojmë. Edhe 500 me kravata. 500 me kravata. I ndërum s'po ju marrë kohë ma shumë, ja u ndërpreva procesin e punës, a na bën halal. Shiko, mirë se vini, jemi të kënaqur që po interesoni për fëmijët tunë. Me po ata diçka, me munua diçka, me bo diçka, e kështu që zbashku mujna me I bo gjitha.
Vetëm pozitiv, të mendue edhe të investue të punu. Ju uroj krejt mirat, punë të bërë. Ju uroj sukses, punë të morë, e faleminderit që po na i ban këto vizita. Faleminderit për juve. Shpërbleft edhe juve. Amin, inshallah dhe juve, faleminderit juve që po mpretni mirë, në secilën familj po e kam derën e hapme. Shiko, atë që ka kemi mundësi. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, veç tash. Sukses, ju uroj, punë të mborë, që mund një dhe që ty me Poshtë dojë dolja. pak. Mos me shkuar. Po, ma trëp. On, faleminderit i nderuar, mirë pafshim. A mundesh ondi me kalu? Një familje mrekullueshme, nuk hezitun asnjëri prej tyre me na jep informacione sa i përket fshatit, por edhe sa i përket punës cilën janë të e bon, do thotë ndëgjut investimin cilën e kanë mendu me ardhë në Kosovë edhe me zhvillu në Kosovë, pse jo në vendin tënd. Edhe apel bojke edhe familjet e tjera do thotë që me i sjell fëmin sa ma shumë Kosovë edhe me i lënë shtetet e jashtme, por që unë mendoj se secili prej mërgjimtarëve e ka mendjen që një ditë ka me u kthy, por që hajt sot hajt nesër jeta veç po shkon. Mirë po, kudo që jenë mërgjimtarët, Zoti i rujt, çka të them tjetër? Fshati Konjë, një fshat shumë i lezetshëm, me thash edhe pak më herët, një fshat po duket i ndërtuar, infrastruktura është nivel Makadolia. Mora ka i qërshi qëto, s'pasa. Po duket një fshat i ndërtuar me shtëpia të mira, krejt çka po m'len ashtu për shtypjet më të mëdha janë njerëzit pozitiv, njerëzit që nuk po përtojnë me fol me mu, me mjep informacione lidhur me fshatin. Ne po e vazhdojmë rrugtimin ton si çdo ditë edhe sot, të shofëm se çka kanë me na shpalos sa i përket fshatit Konjë këtu në komunën e Lipjanit. Përshëndetje! Përshëndetje! A do një musafir? A do një musafir? Tani tregoj ajo mirë. Përshëndetje i nderuar, si jeni? Që ka dole, Dorontina, si jeni? Azime. Jemi nga mediumi shqiptar që krejt prej emisionit Katunia. Sot e keni pas radhën vizit fshati juv. Konjuhi po. Po Konjuhi. Çka kemi na tregu për fshatin e juv? Për çka veçot ju lumt e pas këtë një rregull, shtëpinë e bukur, pontor për shkak? Po janë katuni jonë, janë me të vërtet janë punëtor. Nëse nuk bëjmë kop bashkëshort, Jo, jashtë? po. Nëse e keni problem, Jo. unë me dal. Jo më so. Ose ande hajde, se Jo, asa ne as kemi mirë. Jo më. Çka njët fshati ju? Fshati i Konjuh një si një fshat është urlidhse mas pari pe magjistratës për Lipjan. Është janë e punën tokën bujësinë e kemi prioritet. E keni në gjak. Po shumë bujësinë. Unë veç i gjeta të punu jashtë. Po qashtu. Janë katuni grumbullum pe gjitha viseve. Janë këtë alasak, po shumë mirë që në me veti. Për tepër e që në me veti, shumë mirë. Nuk ka kur farë, që unë jem veç gjatat e të rrgjeqave që nuk kom një që ka ndodhë të shka një ekses në katunin tonë. E ta që janë të ardhur, por që ju jeni të bashkum. Këtë bashkë. A shkoni të njëni tjetër, jaftohni? Po, për të sen. Dhe i kënë drejkë që këtë. Sa mirë, martesat? Jo. Nuk i bëni? Jo. Shaj respekti? Absolutisht. Jem se... A nuk u dashuru hala kërkosh? Jo, ama jo, diçka jo. Oj, bukurosh, Mirë. mashallah, mos e kam. I ndërum, qa kështë të pytë, përveç tokat që i pononi, a i pononi që kanë laverdi, a i keni kështu ma shumë qef? Po qef, hobi, kështu, jo, edhe jetojnë pe tokës fshati, janë të kultivus laknës, epës, patates, ka në bashit, kështu, ja, pa shumë si unë, pa ka shumë, dikush ka ma shumë, dikush ma pa, veç. Ku të ndoshta ti veç për nevoje familjare? Rekreacion. Më pëlqen fshati ju shumë i rregullum. A ka diçka që i mungon fshatit? Gjan, Po s'qedhe, po mirë nuk ka këtë janë,
Keni qendrën e mjekësisë familjare? Jo. Dy ku e mungoj kanë. Po shpresoj që edhe ato shumë shpejt kanë marrë. Po edhe ata mos më bëj e kem qytetin e kem ofër. Por do se e kem Po do ju këtë në qendër. Maj veç 1 kilometër e gjysmë, bën mentim. Unë shpresoj që s'ka mi ju dosht kur. Inshallah ju. Inshallah, sa më larg. Ashtu. I ndrum po të përshëndes, Faleminderit ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Na fal nëse ju pengu. Jo. Salut. Mos e çullova unë pse. Faleminderit shumë. Hajde, përshëndes. Miropofshim, çdo të mirë. Miqtë e mi e sheni njerëz fantastik, se cili ma pozitiv se tjetri, që shumë qëllën zotin, do njerëz që shumë vetë, plot pozitivitet, o vlo, kenaço, jetëj e jetën, fol mirë. A keni qenë? A ka qenë këtu? Tash, përshëndetje! Përshëndetje ndërum si je, Dorontina. A je Sa mirë? mirë pandere. Edhe një herë emrin se po bojnë për zhurëm shumë, thuj mos bojnë zhurëm. Shuj! Sa mirë të i juj. Samiri, Po, sa mirë. si je ndërum? Mirë pandere. Familja mirë? Mirë. Qësh po kalonin fshatin kon një? Mirë, shumë mirë. Unë gjeta me traktor. Po. Ti e din që unë traktorat i kam në qef, po besoj nëse veç e ke po emisionin, Po. se të drejtova ashtu ti e din. Po. Në fakt unë i kam qef traktorët, po s'po du me t'lo pa traktor. Në rregull. Qa ishe të punu ndërum? Të stërpik patatet. Patatët. Po. A Na po jem- shkojmë të shumë? Po. Me qka mirë dhe Na thot? unë jam fermer, mirë me bujqësi. I kem një 13 hektar tokë që jam të punu. Më me po jam patatet hershëm. Po, një këtere diçka patatet hershëm, grër, lakër, qështu. Qep, Veç me me i qëta. po me ta knotë synin. Po, apo më tregon sa po është fitimi ose sa po ki llogari me bo këtë punë. fitim ka llogari, ama Shkëteu ka kamera. fatkesi natyrore që ka njerë që puna ndodhen, që po i kem pak. A keni pas ma tash ndonjë fatkeqësinë? Para një 4 dite ka qenë një farë atësore, një farë mrazë, kon. Ju pas ka bo den dëma? minus, po. E patatën na i ka dëmtu, po. Patatën po shpresojmë që Mundet me u kthy, me Po, u po. rigjeneru. A shumë ka bo dëma? Ja, shumë jo, një hektar që për shembull. Po përgjithësi na jem që mjellëm a din shoti kon një njet për patatë, për për lakë. Plokra, orra. Po. Jo shumë njerëz punëtor. Shumë njerëz punëtor. Por që më thanë edhe një pjesë bukur e madhe e rinise edhe e kanë lënë fshatin. Po, valla. Pse e kanë lënë? A ndoshta i kam përtu kësaj pune apo ku është muhabeti? Po edhe i kam pritu edhe s'ka pas dhe që të 2-3 vjetë e fundit që po ka adin përfitime pak për i bujqësisë, se s'ka pas përfitime shumë. Shpenzime ka shumë, përfitime shumë pak. E, tashëm po du me ndalë të kjo pjesa që ju ka bo dëm moti. Ajo është natyrë Po. dhe s'ki qka i bën. Shpirtësi natyrë, Po, por që a keni pas ndonjë mbështetje ose ndonjë ndihmës shtesë? Ja, hala, jo, kur gjë s'kem. Njëherë jo. A i një drejtu dikon? I na drejtu në komun, po Përgjigjen cilën e keni marrë? hala njerë s'ne kam dhënë përgjigje. Komun Lipjane. Po. Përveç kësaj, a mirë diçka më nëjë punë kështë shtesë? Ja, jo, veç me bujqësi. Shëndet e rritë Dorontin. Punën që e bën, ndihmon dikush apo vetë? Kem punëtor shto, vetë. A, do të Edhe keni dhe punëtor. punëtor kështu, a? Po. Sa punëtor i ki? Sezonal kështu, edhe në kur në dëhen. Po. 4, 3. 3-4. Kështu familja bashkarisht nuk punon, ja? Ja, jo. Sa? Se veç- janë në përpunë. Shumë mirë, do të thotë jenë për puna tjera. Super. Muna me vazhdu. Po mune me vazhdu edhe Shte mune këna me i mjellë një po. para sodi, module kështu, që shkëm për turshi dimrit. A, to qa mi kona. E këtia është për salat.
kështë e hershme. Po, sallatë e gjelbërt, ha? E kuqe. E kuqe. Sa, kjo? Po. Për Sallatë. shembull që tashta mundesh me shfrytzu. E, Prit çti momenti, mundesh me hik. Ja, po. S'mundesh Ale, tjerë. fillimi që dhe detu në rrugë u dalën këtë. Do thotë, a merr në Për ngjyrë aty dhe ti? moduleve këna qitë këtë, tani e bën e formon kokën e bëhet tamam lakën kështë. Tamam lakën e kuqe. Okej. A di çka mendova unë, në sallatë kështu, a di se është sallata e si- gjelbërt? po, E mendova që e nuk keni është në ajo. Aha, se po lakën e Po, kuqe e bordhë di cilat janë. E, qase janë. Shumë mirë. A ka diçka që i mungon fshatit? Shatit ta? Për momentin... Sa që e din që i mungon diçka? Ja, yes, ja. E për afërsisht, a e din sa shtëpia janë këtu në Sedin? Sedin? Pas Ja. banor, a njini me krejt banorët? Nimi me ke. A shkoni kështu me zvete, a keni raportet mira Po, kontrol? shumë të mira. I ndihmoni njëri tjetrin. Po. Traktorin, për çka tjetër e shfrytëzon? Për një të bujqësore qëto. Për me gjithë pjesë- stëpik, për Po. me nxerr patate, për tëna. A e bën këtë punë me qef? Përshëndetje. Me qef, normal me qef më bëj. Që sa vite e ke fillu? Që sa vite e ke fillu? Që në peri që ja hum njësë kështu më forcat mija. Po sa vite janë dikon, a e din për Dikon- afërsisht? Po bobe babgjësh tani e këna për të rriqë, shtë randin atë. Unë e kisha fjallën fiks që personalisht kur e ke fillu, kur e ke marrë Unë? ke drejtim po që me punu. Unë e peri me thonë 15 vjetë, qështu. Indërum, unë po isha 3 gusa, na knaqe me këtë zonin e tyne, edhe disa pulja. Sa copa i ki? Një 50 janë. 50. Po. A, po me ndën kështu me zgjeru, apo po i mbon kështu veç për qef? veç për qef, i moj, veç për qef. 50 për qef, a? Po. Unë i kisha thonë për qef i kisha mojt një 3-4, 50 jënë shumë bre. Ju lumë, Në katon një, po shumë mirë. se A, kërë po, nga katonë. ju lumë, apo është e vështirë me u merë sa me pula, sa në këtë pjesën e tokës? Ja, se kemë vullnet, valla. Faleminderit ndërum shumë. Kjo shpiko ka ndërtim e sipër, a? Po. Egzov pronor i ri, garante juve, a? Po. E di shumë prej meqme, jem të shusha sa në ti kopi, fill kështë në moment. Skoteri, herro, A jeni për kofa, rëkit tipin. Jo, faleminderit Për ndërum kofave. shumë. I përfundu ma heret në kanë qarus. Për kofe bëjrëm, një të mirë sa ardhër, se e pina ka i kofe. Faleminderit shumë i nderuar me knaçi, por që herën tjetër nëse takohemi do pim kafe, për shkak se jemi dhe në fund të emisionit. Atë përshëndes. Me gjithë qef, Hiç mos u bë të lashe me dal. unë po të qef me ja qitë ka i kofe që keni ku, hajde i bëjrëm. Ja dhoni ta di për ndirë, e faleminderit shumë. Unë veç po ju mirë. përshëndes, ishte knaçi. Me të mira, Me të pun mira, të marë. Faleminderit shumë, miru pafshim. Me të mira. Emrin falu një shëpote? Samir. E falenderoj për zemërsisht Samirin, një i ri i cili nuk e kalon fshatin, vazhdoni me qëndru në fshat, me punu, me investu, e gjitha këto. Është ofruar një bukurire madhe. Miqtë e mi, kaq nga fshati Konju, komuna Lipjanit. Këto ishin informacione cilat na dhan banorët e këtij fshati, u kënaqëm pafund me njerëz pozitiva, njerëz dashur, e mbi të gjitha mikprica, ashtu siç njihet edhe vetë populli shqiptar. Ne do të shihemi nesër në një fshat tjetër. Deri atëherë, mirëmbëçi!